Me Andis Arasanin në lidhë të Tirana. Për këtë arsye shkonim në të njëjtat shkolla, ishim tifoz të njëjtës skuadër Bardhe Blu, banonim në rrugica ngjitur, ndonjëherë përqenim në të njëjtat vajza kur ishim të rinj. Më pas profesionet na pushën, megjithëse jo gjithmonë ishim dakord me njëri tjetrin. Ai hyri në politikë si prure personale Fatos Nanos dhe për këtë arsye për 2 vjet rresht, vitet 2005-2007 u përplas me kryetarin e ri Rama. Por unë nuk e harroj se si në fushatën e bashkisë në vitin 2007 ishte edhe bashkimi i tij me Ramën në një autobus linje në kryeqytet, që ndihmoi kryetarin e ri socialist të fitonte mandatin e tij të tretë në Tiranë. Me siguri Rama vetë ka harruar pasi atij zakonisht kujtohen momentet kur dikush i ri përballë. Dhe Andisi në fakt që u kthye atij përballë pas vitit 2009 kur me çitërsi u bashkua lëvizjes për mendime ndryshe, të themeluar me bujë nga Bemblushi. Por më pas gjithë dim Blushi e gjeti kompromisin me Ramën, ndërsa Andisit, të mbetur vetëm, i mbeti vetëm rruga e ikjes. Themi mbeti pasi ai shpesh atyre që mërziteshin kur Rama i linte vetëm u thoshte: "Mos ikni, mos bëni gabimin që bëra unë." Andisi nuk ishte perfekt dhe nuk ishte as engjëll. Por jam i sigurt për 2 gjëra, nëse ai do ishte sot në Tiranë, me siguri nuk do të ishte në listat as të hapura, as të mbyllura të socialistëve. Dhe këtë nuk e themi që ai sot nuk jeton më. Por si Tirana, si qytetar dhe si qenie politike, e di që ai do zgjidhte ato që ai mendonte se ishte e drejtë dhe jo ato që duhej thënë. Ai do ishte deputeti që na duhet, ndoshta edhe duke mos qenë deputeti që ne duam. Për të kuptuar kontrastin mes politikanëve të Belle Époque, si Andis Arasani dhe atyre të pasndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, mjaft të shihni se çfarë po ndodh në procesin e listave të kandidatëve të Selisë Roz. Ka një proces online, deputeti që duam, ku mira kanë vënë emrat e tyre. Pastaj ka një proces lokal të drejtuesve të qarqeve, të cilat në rresh për një më pas takohen me kryeministrin në takime thuajse misterioze në vilën famkeqet me Meçeut. Procesi për zgjedhjes është unik dhe unitar, në fund fare vendos shija e kryeministrit. Ky i fundit ka paralajmëruar kërret politikë të qarqeve të tregohen të ndershëm dhe me listat e kandidatët. Por ndërkohë për prurjet e reja ka ofruar optikën e tij unike se si bëhet karrierë në Partinë Socialiste. Sa më pak përvojë të kesh, aq më të sigurt e ke vendin në listë. Pra veteranëve, për shembull si Pandi Majko apo Petro Koçi, u duhet të shpenzojnë nerva dhe jo rrallë energji që nuk lidhen vetëm me shëndetin për të fituar në kuvend, ndërsa të rinjve entuziast, por pa mustaqe të dirësitura dhe vajzave të freskëta ende pa botoks, u mjafton një like dhe një koment për kryetarin që të presin me padurim të futen në listën e sigurt të deputetëve. Sigurisht Edi Rama nuk i ka lëvizjet e tij të pamenduara, të pak kalkuluara ose së paku të pak konsultuara, sidomos me sondazhet. Duket qartë se ethet e Selisë Roz janë elektorale, por jo vetëm. Një mandat i 4 sot është i mundshëm, fal kryesisht Sali Berishës, Kujtim Gjuzit, Gazmend Bardhit, Fredi Belerit dhe diçka më pak edhe Lulzim Bashës. Por ndryshe me vargun e gjatë të viktimave të SPAK, me Rion Veliajn tashmë në Qeli, me Tiranën e hallakatur, fitoria do të ishte një ekuacion thuajse i pamundur. Por duket se fitoria vazhdon të mbetet një ekuacion i vështirë për socialistët. Kjo sepse tani në lojë janë dhe partitë e reja dhe 250.000 vota të regjistruara emigrantësh, të cilët janë vështirë të menaxhueshëm ose thënë më troç, janë të papatronazhueshëm. Ndaj deklarimi i Ramës sot se mund të mos jetë fare në listën e deputetëve ishte paralajmërimi më serioz ndaj të vetëve, se nëse Partia Socialiste larg qoftë me zgjedhjet, ai nuk do të jetë as në kuvend, pra as në politikën aktive. Dhe pas 12 vitesh në pushtet, intrigat e pallatit mund ta kthenin në këtë skenar Gurzi Selin Roz në një gërmadh shumë më shpejt se sa Selia Blu u kthye pa Berishën. Por a do të funksionojë ky kërcënim provokues i Edi Ramës? A e ndjejnë sot të gjithë krerët socialistë të betejë edhe se tyren, kur po gjenden të hallakatur në betejë kundër njëri tjetrit rreth parë në listat e hapura, dhe ku armiku është kudo, dhe veçanërisht pas shpatullave. Për këtë do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rezistor, me mua në program janë Frok Çupi, mirëmbrëma Frok. Mirëmbrëma, faleminderit. Birsita Gjikoni, mirëmbrëma Birsita. Mirëmbrëma. Dhe deputeti Petro Koçi, mirëmbrëma Petro. Mirëmbrëma. Në radhë parë do doja të thoja diçka për Andisi, i cili iku herët nga ne. Do thoja unë mundova të thoja 2 fjalë, ashtu si e kam njohur unë që kemi njohur që të vegjël bashkë, por që besoj sot është ai zakonisht për njeriu thuhet vetëm fjalë të mira kur ai nuk jeton më. Por realisht ishte edhe në ditë që lloj Një omazh i ndjer
Unë mendoj që ndofta tokë fjalshim më i saktë që mund t'i shkoj ishte i vërtet. Andisi ka qenë një njeri i vërtet, një politikan i vërtet në gjithë atë sjelljen, në qasjen e tij, në marrëdhëniet e tij. Kaq mund të them, sigurisht që kur sapo ka ndodhur ikja nga jeta, kuptohet që më shumë ndjen dhimbje se sa ke, po themi, hapësirën që të bësh analiza etj etj. Po, ajo mua më kujtua pikërisht ai moment shumë i vështirë për Ramën, do thoja, unë vitin 2007 kur ai do kandidohte për mandatin e tretë, përballë kishte një super lojtar siç ishte Sokol Oldashi apo jo, ndjes pas ai nuk jetonte ai mes nesh, dhe Ilir Meta sapo ne bëri një aleancë në minutë fundit, pra le të themi deri në fund ai hezitoi dhe Rama kishte më shumë se gjysmën e partisë përballë, ju e dini shumë mirë. Rama nuk ishte i pranuar nga shumica e drejtuesve të partisë dhe më e mund që ajo lëvizje, ajo xhirë përbashkët në një autobus linje, ai dhe Shpëtimi Drizi, të dy pra ishin të dy Benjamin Tnan ose të tjerë, pra hodhën hapin, ishte simbolike e fortë dhe aty Rama ka marrë frym politikisht i lehtësuar pasi u ndjej që edhe vetë themi familja e tij po e pranonte politikisht apo jo. Dhe themi ishin lëvizje të vështira dhe e di që Andisi ka qenë shumë presion atëherë nga Nano, nga mbështetësia e Nanos e të tjerë për mos ta bërë këtë lëvizje dhe ai e bëri. E bëri sepse ndjeu që ishte lëvizje e dur. Pra eci në krahun e dur të historisë. Partia Socialiste e kishte mbyllur një epokë pra që qeverisjen 8 vjeçare. Kryetari ishte larguar vetë me vullnetin e tij. Kryetari i ri kishte 2 vite që kishte punuar dhe Andisi e ndjeu në fund që ta shiko, nuk mund të pengoj më, një kryetar të ri. Ishte qëndrimi më i drejtë. Ishte i buzimshëm dhe më i drejtë. Ajo që tha ishte i drejtë. Duhej bërë, pa diskutim. Sepse pavarësisht kontradiktave që mund të ketë një parti politike, kur vjen puna tek garat elektorale, përgjithsisht forcat, ato që mund të quhen fraksione, qoftë edhe të pashpallura, duhet të bashkohen që të fitojë. Përndryshe, pavarësisht, po themi, arsyeve substanciale që mund të ketë një fraksion ose një grup për t'ju kundërvënë, po themi, një fryme zyrtare, sjell gjithmonë pasoja më mbrapa, që janë nganjëherë të parikuperueshme. E vërtetësh. Dhe dihet që, po themi, bashkimi i një force politike është një nga elementet më të rëndësishëm që ajo të ketë sukses. Përndryshe. Deputet tillë mungojnë Bërisita sot apo jo? Po mendoj që dhe zoti Andis ka qenë krijesi një lideri tjetër politik, ka qenë i zotit Nano, nuk është se ka ardhur nga baza, pavarësisht se ka treguar kuraj në momente të caktuar edhe vedijes, të mos kjo që përmendja e autobusit është diçka që ka lënë brez në politikën shqiptare. Jo, se ndoshta nuk e harrojnë se ka kaluar shumë vite, por themi në atë moment ai mori. Le të themi edhe në 2009 kur ai doli përballë Ramës, kundërshtimi që ai bënte Ramës nuk ishte të paktën si më dukej mua. Ishte logjik. Thoshte ti ke humbur zgjedhje, ti duhet ikësh, duhet largohesh etj. Pra, domethënë kishte një dosë sinqeriteti në qëndrimin e tij, pavarësisht se le të themi unë mendoj që ndikoi nga dikush tjetër. Unë mendoj që gjithmonë e Majta nuk ka. Më fal se po ndryj, domethënë ka një merit të padiskutueshme që në 2005 ai dhe Shpëtimi Drizi fituan në Tiranë. Ndërkohë që humbën gjithë, humbja ishte totale. Ata të dy fituan, sidomos Andisi, një zonë shumë vështirë. Unë mendoj që gjithmonë e Majta në Shqipëri nuk ka humbur sepse ka qenë krah përballë fuqishëm, po ka humbur gjithmonë prej përçarjeve që ka pasur, fraksioneve që ka pasur. Dhe lëvizja që ka bërë zoti Harasani atë moment ka qenë një lëvizje që ka përbashkuar dhe është një mesazh që duhet ta ketë parasysh gjithkohës majoranca ose e Majta shqiptare për të parë që edhe qoftë në mënyrë simbolike, qoftë me një autobus sepse Rama atëherë ka qenë më frymëzuar